Tretshmëria e precipitatit. Këtu do të nxjerrim shprehjen matematikore për llogaritjen e tretshmërisë së precipitatit të tipit A2B3, ku kationi është 2 valent dhe anioni është 3 valent. Si shembull, do të marrim fosfatin e kalciumit, i cili është precipitat i këtij tipi, pra kationi është 2 valent dhe anioni është 3 valent, Ca3 PO4 2, i cili shpërbashkohet në 3 mol ione kalcium dhe 2 mol ione fosfat, 2 PO4 3-. Tani nxjerrim produktin e tretshmërisë për fosfatin e kalciumit, që është i barabartë me përqendrimin e ioneve kalcium në eksponentin e tretë ere përqendrimin e ioneve fosfate në eksponentin e dytë. Pra gjithmonë sipas definicionit të produktit të tretshmërisë. Tani shkruajmë se produkti i tretshmërisë i fosfatit të kalciumit është e barabartë me, në vend të përqendrimit të ioneve të kalcium shkruajmë tretshmërinë dhe kemi 3 herë T, për arsye se kemi 3 mol ione kalcium në fuqinë e tretë, herë në vend të ioneve fosfat tretshmërinë, po kemi 2 mol ione dhe shkruajmë 2 në 2t në katror. Rregullojmë pak matematikisht, shkruajmë 3 në fuqinë e tretë është 27, 3 herë 3 herë 3, 27 t në fuqinë e tretë, herë 2 në fuqinë e dytë është 4, herë t në fuqinë e dytë. Tani kemi 27 herë 4, 108 t, me që kemi tani këtu shumëzim, eksponente do të mblidhen në fuqinë e 5. Dhe nga kjo nxjerrim se tretshmëria e fosfatit të kalciumit është e barabartë me produktit të tretshmërisë të fosfatit të kalciumit, dimensionet mol në të 5-ën, decimeter në të 15-ën, thuaj për 108. Ose tretshmërinë mund ta nxjerrim edhe nga kjo shprehje, shkruajmë se tretshmëria e tipit të precipitatit AMB, që në këtë rast është fosfati i kalciumit, Ca3 PO4 2, është e barabartë me rënja e M është mol ionet për kationin që janë 3 plus N që janë mol ionet për anionin që faktikisht është 2, produkti i tretshmërisë së precipitatit të fosfatit të kalciumit. Dimensionet e produktit të tretshmërisë janë mol në eksponentin M mol ionet e kationit që është 3 plus mol ionet e anionit që është 2, thuaj për decimeter në eksponentin 3 herë mol ionet e kationit që është 3 plus mol ionet e anionit që është 2. Thuaj për mol ionet e kationit që janë 3 në fuqinë e tretë herë mol ionet e anionit 2 në fuqinë e dytë dhe shkruajmë kështu se vetëm tretshmëria e fosfatit të kalciumit është e barabartë me rënja e 5 e produktit të tretshmërisë të fosfatit të kalciumit. Rregullojmë tani mol në fuqinë e 5 3 plus 2 5 në decimeter 3 plus 2 5 herë 3 15, 3 në fuqinë e tretë është 27, 2 në katror është 4, 27 herë 4 është 108.